Ka filluar aksioni për prishjen e ndërtimeve mbi kanalin e ujrave të larta për zgjidhjen përfundimtare të problematikës së përmbytjeve. Në vijim të angazhimit për zgjidhjen e një për problematikave më të rëndësishme që prek qytetin gjatë sezonit të rreshtive, ka nisur sot aksioni për prishjen e ndërtimeve të ngritura mbi kanalin e ujrave të larta. Ky aksion është pjesë e një plani të gjerë ndërhyrjesh për pastrimin dhe rehabilitimin e plotë të kanalit, me synim garantimin e funksionimit normal të tij dhe eliminimin e rrezikut të përmbytjeve që prej vitesh kanë sjellë pasoja për qytetin. Ndërhyrja konsiston në largimin e strukturave të ndërtuara mbi kanal, të cilat kanë penguar rrjedhën e ujrave dhe kanë ndikuar drejt për së drejti në përkeqësimin e situatave gjatë rreshjeve intensive. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Bruna Mersini, ka theksuar se procesi do të zhvillohet në mënyrë të koordinuar duke respektuar të gjitha procedurat ligjore dhe duke mbështetur nevojat e banorëve me programet për strehimin social. Aksioni për pastrimin e kanalit të ujrave të larta të qytetit të Vlorës, një kanal i cili ka impakt direkt në përmbytje, është në një fazë të ndjeshtë. Kjo është banesa e parë, tek rruga e re ka disa banesa të tjera, të cilat ilustrojnë procedurave ligjore bazë të njoftimeve të marrin masa për të larguar nga këto banesa, sepse ky aksion nuk do të ndalet deri në pastrimin e plotë të vet. Duhet kërkojmë suportin e qytetarëve, sepse ky kanal është shumë i rëndësishëm për qytetin, është një nga shkaqet kryesore që Vlora është përmbytur sidomos në zonën historike, ku pati impakt dhe dëm ekonomik në gjithë bizneset e zonës historike. Ky është një hap i rëndësishëm drejt zgjidhjes afatgjatë të problematikës së përmbytjeve, si dhe përmirësimit të sigurisë dhe cilësisë së jetesës për qytetarët. Bashkia i bën thirrje të gjithë qytetarëve për mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë zhvillimit të këtij aksioni, në funksion të një qëllimi të përbashkët, një qytet më i sigurt dhe më i mbrojtur nga rreziqet natyrore.